Historike, madhështore dhe e bukur, Kuqezin fitojnë dhe dalin me 3 pikë nga Leskovaki përballë Serbisë dhe kjo nuk është më një ëndër. Rejmana i bëri të harrojë ajo penallti e humbur pak muaj më parë në Erlbenja duke gjunjëzuar portierin serb. Me një goditje alla Zinedine Zidane, në shtesën e pjesës së parë, lushnjari Kuqezi shtangu tifozërinë serbe dhe bëri të gufonin nga gëzimi zemrat e shqiptarëve, duke shënuar me një të djathtë potente pas një topi të kthyer nga mbrojtja serbe. Me rezultatin 1-0 dhe moralin lart, Kuqezin futën në dhomat e zhveshjes, një pjesë e parë e cila përveç golit të Manaj nuk pati rastet e tjera të pastra. Ndërkohë fraksioni i dytë rikthen serbët në lojë me një ritëm të shtuar duke tentuar portën Kuqezi, por me Mitajn, Hysajn, Ajetin, kapitenin Xhimshiti dhe një super strakosh, porta Kuqezi mbeti e paprekur. Në pjesën e dytë të lojës, aktivizimi i Arber Hoxhës vuri jo pak në siklet mbrojtjen serbe, ndërsa në minutën e fundit të ndeshjes Bajrami pati mundësinë të dyfishonte, por gaboi përballë portierit. Pas kësaj ndeshje shanset që Shqipëria të prek tokën e premtuar nuk mbetet më një ëndër. Kuqezin renditen të dytët në grupin K me 11 pikë pas Anglisë dhe 4 pikë më shumë se serbët e vendit të tretë, të cilët kanë një ndeshje më pak. Dy ndeshjet e ardhshme do të jenë 2 finale të tjera për kombëtaren, të cilat, nëse mbajnë vendin e dytë tashmë jo me një utopi, do të presin kundërshtarin e rallës në fazën play-off. In 10 secondi, 15, è stata una settimana molto buona di lavoro. Ka qenë javë mirëpune, kjo ishte ndeshje decisive, fakti që fituam kalojmë tek ndeshja rallës, jam krenar për lojtarët dhe shkojmë përpara. Dua të bëjmë punën tonë, jeta një futbollisti është shumë e vështirë, një ditë është mirë, një ditë jo, ka shumë peshë, por është futboll, është jetë. Kemi bërë një hap shumë të bukur, ka ende shumë për të bërë, nuk ka mbaruar. Pas punës së një trajneri ka shumë momente që nuk dallohen, jam krenar me çfarë kanë bërë lojtarët. Jemi shumë të kënaqur për këtë ndeshje, ky ekip ka patur rritje. Eksperjenca që kemi patur gjatë Europianit krijon një lloj rritje tek lojtarët, një futboll që na tregon se mund të ndodhë çdo gjë. Ndeshje të tilla të rrisin si lojtar dhe tashmë lojtarët janë përgjigjur shumë mirë. Sì, ho tolto 200 kg.